Edhe kryetari i grupit, si deputet propozues, sbashku edhe me kryeministrin dhe kryetarin e grupit parlamentar, sot në këtë nisëm të tre sbashku jemi në rolin e deputetëve propozues të një nisme që unë do ta konsideroja normale në veprimtarinë e një parlamenti dhe të një deputetit Kuvendit të Shqipërisë. Është një nisëm që synon të plotësoj një boshllëk ligjor në nenin 242 fraksion 2, pra paragrafi 2 të kodit të procedurës penale, por përpara se sa të sqaroj se cili është qëllimi i këtij propozimi, kuadri normativ ligjor, natyra juridike e ndryshimit propozuar dhe argumentimi kushtetues dhe hierarkinë e normave në propozimin që ne bëjmë, më lejoni të bëj prezantimin e nismës. Çfarë propozojmë konkretisht në nenin 242 të kodit të procedurës penale? Ky nen ka të bëjë me masat ndaluese që ka kodi i procedurës penale. Dhe në pikën 1 të këtij neni sqarohet kompetenca që ka gjykata në caktimin e masave ndaluese që janë dy. Pezullimi nga detyra, që është një masë gjyqësore që garanton hetimin, dhe ndalimi i ushtrimit të një veprimtarie të caktuar që është përsëri një masë ndaluese, por që lidhet me dënimin, me vendimin përfundimtar që shqipton gjykata. Nuk jemi tek kjo e dyta, por jemi tek pezullimi nga detyra. Në pikën 2 të këtij neni thuhet masa e pezullimit nga detyra nuk shtrihet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Dhe referuar kodit zgjedhor, sipas ligjit elektoral, sot në Shqipëri zgjidhen anëtarët e këshillave bashkiak, kryetarët e bashkive dhe deputetët e Kuvendit të Shqipërisë. Ne propozojmë që në pikën 2, pra të shtohet rrethi i subjekteve ndaj të cilëve nuk mund të jepet si mas pezullimi i ushtrimit të funksionit, pra pezullimi nga detyra. Dhe ky rreth subjektesh shtohet me presidentin e Republikës, avokatin e popullit, kryeministrin, zëvendës kryeministrin dhe ministrat, anëtarët e gjykatës kushtetuese dhe kryetarin e kontrollit lartë të shtetit. Pra, nga tre subjekte ndaj të cilëve neni 242 i kodit procedurës penale e përjashton masën e pezullimit nga detyra, i shtohen edhe 7 subjekte të tjera. Pse kemi zgjedhur këto 7 subjekte? Jemi referuar strikt Kushtetutës Republikës Shqipërisë, burimit. Këto janë institucione që burojnë drejt për së drejti nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Dhe që përbëjnë shtyllat kryesore të shtetit të së drejtës dhe të shtetit në Republikën e Shqipërisë. Pra, janë themelet e shtetit demokratik Shqipëri. Tani cili ka qenë qëllimi i projektligjit që ne propozojmë? Qëllimi i ndërhyrjes është garantimi i funksionimit normal, të pandërprerë dhe kushtetues të institucioneve më të larta të shtetit, duke ruajtur të paprehura kompetencat e prokurisë dhe gjykatës për hetimin dhe ndjekjen penale. Ndryshimi nuk synon të kufizojë jurisdiksionin penal dhe as krijojë paprekshmëri individuale, por të vendosë një balancë ndërmjet ushtrimit të funksioneve kushtetuese dhe nevojës për të garantuar rendin juridik në përputhje me nenin 7 Kushtetutës që sanksionon parimin e ndarjes dhe balancimin e pushteteve në Republikën e Shqipërisë. Tani duhet të bëjmë të qartë në aspektin e kuadrit normativ dallimin ndërmjet masave. Është shumë e rëndësishme të bëhet me dije për opinionin publik, por dhe për kolegët deputet. Kodi i procedurës penale bën një dallim të qartë ndërmjet masave shtrënguese dhe ndërmjet masave ndaluese. Masa shtrënguese parashikohen në nenin 232 të kodit të procedurës penale dhe janë masa sigurimi personal që kufizojnë drejt për drejt lirinë fizike të individit, duke filluar që me ndalimin e daljes së shtetit, detyrimin për paraqitje, garancinë pasurore dhe përfundojnë me arrestin në shtëpi ose arrestin në burg.
Këto masa prekin drejt për drejti lirim personale që garantohet në nenin 27 të Kushtetutës Republikës Shqipërisë dhe vendosen vetëm me vendim gjykate. Masat ndaluese, parashikuara në nenin 240 kodit procedurës penale, kanë karakter funksional dhe konsistojnë në pezullimin e ushtrimit një detyre apo shërbimi publik. Pra, ato nuk kufizojnë lirin fizike të individit, por ndikojnë drejt për drejti në ushtrimin e ndikimit të një funksioni kushtetues të rëndësishëm për funksionimin e shtetit. Ndryshimi që ne propozojmë në nenin 242, paragrafi 2 të kodit procedurës penale, duhet jemi të qartë. Nuk prek strukturën e masave shtrënguese. Nuk ndryshon kriterin e aplikimit të tyre nga gjykata dhe nuk cënon kompetencën e gjykatës për caktimin e tyre sipas ligjit. Pra, ndërhyrja që ne propozojmë ka natyrë procedurale dhe nuk përbën zgjerim të imunitetit kushtetues. Të jemi të qartë. Ne me këtë ndryshim nuk po synojmë të zgjerojmë imunitetin kushtetues të zyrtarëve publik apo funksionarëve kushtetues Republikën e Shqipërisë. Pra, ne nuk i prekim fare dispozitat kushtetuese që rregullojnë imunitetin e funksioneve të caktuara dhe nuk shtojnë privilegje individuale me këtë ndryshim. Absolutisht. Subjektet që ne përfshim të ky ndryshim mbeten plotësisht të hetueshme dhe të ndjekshme penalisht. Organi i akuzës e ruan të drejtën për të kryer hetime dhe për të ushtruar ndjekjen penale. Gjykata ruan kompetencën për të vendosur masa sigurimi personal në përputhje me kushtetutën dhe ligjin, por ndryshimi synon një trajtim procedurial të diferencuar për funksione të caktuara kushtetuese, në mënyrë që ushtrimi i tyre të mos pengohet në mënyrë të panevojshme, duke respektuar parimin e proporcionalitetit dhe balancën institucionale. Argumentimi kushtetues duke u nisur nga hierarkia e normave. Projektligji vjen në përputhje me nenin 4 të Kushtetutës, 18 të Kushtetutës dhe me nenin 116 të Kushtetutës së Republikës Shqipërisë, që ka të bëjë neni 4 parimi më i rëndësishëm i shtetit të së drejtës, neni 18 parimi shumë i rëndësishëm i barazisë para ligjit, neni 116 i Kushtetutës që flet për supermacinë e Kushtetutës në hierarkinë e normave në shtet, dhe neni shumë i rëndësishëm që është neni 7 i Kushtetutës që ka të bëjë me ndarjen dhe balancimin e pushteteve. Ky ndryshim që ne propozojmë nuk ndërhyn kompetencat e pushtetit gjyqësor, nuk e kufizon jurisdiksionin penal, por harmonizon ushtrimin e funksioneve kushtetuese me procesin penal. Parimi i proporcionalitetit respektohet, pasi ndërhyrja është e kufizuar, nuk heq përgjegjësinë penale, nuk pengon hetimin apo gjykimin, por vetëm rregullon mënyrën e aplikimit të një mase të caktuar ndaj funksioneve të nivelit kushtetues. Sepse, siç e dim, edhe siç e ka mbajtur qëndrimin e vazhdueshëm edhe Komisioni i Venecias, që i ka trajtuar gjerësisht çështjen e imuniteteve, çështjen e barazisë para ligjit, çështjen e proporcionalitetit në ndërhyrjen e pushteteve tek njëri tjetri, apo çështjen e balancës ndërmjet pushteteve, kur ka trajtuar imunitetet kushtetuese apo imunitetet procedurale, është shprehur shumë qartë që pezullimi nga detyra është një ndërhyrje e tërthort e sistemit gjyqësor në pushtetet e tjera, çka çon në një shkarkim de facto të një funksionari publik që është bartës i një funksioni kushtetues. Pra është baras me shkarkimin. Çfarë garancish ofron ndërhyrja që ne propozojmë ndaj sistemit drejtësisë? Është në harmoni të plot me të gjithë këto parime kushtetuese që unë listova, duke filluar me nenin 4, 7, 18 dhe 116 Kushtetutës. Sistemin projektligji nuk e cënon fare pavarësinë e prokurisë dhe gjykatave. Hetimi penal, ndjekja penale, masat e sigurimit personal ndaj personave që kryen vepra penale në funksion apo jashtë funksionit nuk cënohen nga ky ndryshim, por edhe gjykimi penal nuk pengohet nga ky ndryshim. Organet e drejtësisë
vazhdojnë të ushtrojnë kompetencat e tyre në përputhje të plot me Kushtetutën edhe ligjin. E thash pak më parë se pse zgjodhëm këto funksione. Burimi nga burojnë këto organe. Për ata që janë jurist, përdoret një term latin edhe në arsyetimet që bën gjykata kushtetuese, ratione materave. Për shkak të nënës, po ta përkthem nga latinishtja. Pra, burimore, organe burimore kushtetuese, burojnë drejt për drejti nga kushtetuta. Fillon me nenin 60 avokati i popullit, me nenin 86 presidenti i Republikës, i Kushtetutës, me nenin 95 të Kushtetutës Këshilli i Ministrave, dhe këtu dua të jemi qartë, nenin 95 i Kushtetutës në paragrafin e parë thot, Këshilli i Ministrave përbohet nga kryeministri, zëvendës kryeministri dhe ministrat. Është marrë motamo parashikimi që bën nenin 95.1 e Kushtetutës. Vazhdohet me nenin 124 që është gjykata kushtetuese dhe me nenin 162 Kushtetutës që është kontrolli i lartë i shtetit. Pra këto janë shtyllat kryesore